WTF Show mbëri në Zvicër për Alba Festival. Atmosfera fantastike e njerëzve dhe intervista ekskluzive me artistët MNZ të momentit. Një fest familjare, do kemi nga Jo, e kam lanë muzikën. Mendoj që mas Shqiponis dy krenare speci na identifikon neve shqiptarën. A je duke jetuar dashurinë më të madhe të jetës tënde? Të jenë ndër më të paguar, sa e vërtet është kjo? Kur as licencë ku mor të Zero. Kur menoj që është si unë, Marina menoj që është si ajo. Maj furti! Sutjena të kanë hedhë në skenë apo jo? Kanë hedhë sutjena, po s'm kanë rrotë aman. What the fuck? What the fuck? Përshëndetje të gjithëve nga Alba Festival. Tu në Ziri në Zvicër. Kemi ardhur për çfarë? Për të bërë ato që bëjmë më mirë. Të bëjmë qef, të bëjmë intervista dhe të kapim atmosferën në këtë eveniment fantastik që është festivali më i madh. Absolutisht, një nga festivalet më të mëdha të muzikës shqiptare me artistë super të njohur dhe me super intervista dhe për të përcjellë atmosferë fantastike. E dini për çfarë jam e lumtur sot që shqiptarët shkëlqejnë jo vetëm në Shqipëri por edhe në përbot. Aq të bukur sa nuk i kemi. Edhe një sjellje shumë qytetare. Dhe sot është vetëm dita e parë e festivalit, kështu që shkojmë ta shijojmë. Pa humbur kohë. Keni ardhur për qytet në gotë sot apo jeni ka puna? Unë se ju martu. Do me thënë ti sot to. Bafto se të shefar nuse. Po ti nusen ku e ke lënë? Shpyt. Se se morën me vete? Martonaci. Se më ty, jam i martuar. Jo, po i kom edhe fine, do të vi këqyr dikush ning. Po mund të vinte të fijat. Ja, dhe i këtë me ditë ku s'vënd. Pra, ti jetën me traditën e shqiptarëve që nusja është për shtëpi për të mbajtur familjen. Jo, edhe nuset e nëse, ja, së masi. Ja, dhe nuse ka drejt më dalë. Po kësë rani ku po zonë ranin. Toni e ko ajo ranin. Sa do pini sot? Sot mujmë. Do deni? Sot kem lep në xhep. Sa lekë zërt me vetë? Nuk e di, në xhep Po me kartë. Ja, lekë, ma shumë e ka. xhep nuk kam shumë, xhep po jam kartë dhe ka që të ka. Okej, super. Për ti një artist keni ardhur këtu sot. Ledri. Po, Ledri. Po Ledri flitet që është te herë me një gocë, herë me një gocë tjetër. Me cilën nga vajzat e showbizit mendoni që shkon më shumë Ledri? Apo me ju? Jo, me Dafine. Me Dafine, po Dafine është Qa me bë? Po Dafina është të dhanë është në pritje tëmë, po ti thua shkon me Ledrin. Si mund ta bësh këtë gjë? Si mund ta ndash Dafinën? Kati, unë kam një pyetje, si janë shqiptarët këtu në Zvicër? A janë të mirë, janë të dashur? I kanë ruajtur ato traditat e Shqipërisë? Po, na të gërbetit na shumë se ata të sosilvan. Se po e thua këtë? Si, se na diqysh na shumë po na ngrej Kosova në Shqipëri, janë edhe ata diqysh e kanë më ofër na shë për që ato janë të takuenti e që ditën. Tani burin do e zgjidhje shqiptarë po të huaj. Po, da va shqiptarë. Shqiptarë, si largohet plazitave. Është ajo e vetme që nuk mungon në asnjë eveniment, Rike Roci. Përshëndetje. Shumë e bukur një ardh live. Faleminderit. Lëll, që ta ti e si u mirë. Po je një rotollim të kamera një herë. Dhe Photoshopu dhe live forma ato. Me po qepin kënd. Jo, me vërtet. Si po ja kaloni ju një herë? Ne shumë bukur, po shtetit çdo vit Alba Festival. Po sepse është një festival që nga super energji, aty ku mblidhen gjithë shqiptarët, të Italisë, të Gjermanisë, të Zvicrës. Edhe më pëlqen se jo. Rike, për mos era pa që vinë Zvicër dhe di qa burari, shunat shqiptar fluja të pyje. S'ka mesur akoma koti shqiptari.
Po që të si i ke parë jetë. Tani, jam simpatik, po. Tani ku qitë nga Shqipëria këta ka nërdur të në latë, si më ndrysha më i motë. Klina. Ej, po do kemi një projekt të ringarikja në shtator, në Ti të them që ka punuar fort të picin time dhe del në tetor me kismet. super, kush është tjetër në film? Ju Eriola më do flet. Eriola to që nuk mungon, mish po më të rasim. Vazhdo, alo ta më Tani, nuse ndojtojë shqiptare, apo duaj? Jo, shqiptare. Se shqiptare. Ikon ma qësari atë të krata ma të mirat. Faleminderit. Tani, si janë gosën tu në Zvicër? Shqiptare. Shqiptare. Janë spira? Tre smira. Për shembull këtu, në festival, mund të gjesh nusën e ardhshme? Prenësi. Ka mundësi do e pranoje, nuk e ke problem. Jo, s'ka problem. Nuk e ke problem që Zvicër soj nusja. Pësaj të të bashkë. Për kë artist ka ardhë, thot? Mirë. Për kë artist ka ardhë, për kë artist? Për Acet. Për Azetin, cila është kënga preferuar? Gang. Këta e këndon fejë më duket mëra. No. A ke pirë më duket, ke pirë. Gang. Edhe tjera parë sot në Alba Festival? Në parë. Shoqja jote më tha që ka ardhë për Yllin, ti për kë ke ardhë? Edhe për Yllin më shumë. Po Ylli ka këngë të thrishta dashuria, a ju ka lënduar në ndonjë? Apo ja? Tani, ka që bukur s'ta një visha, ka kushtuar shtrenjt vishja? Ta euro. Na shta krejt komplet 100 euro. Po ti? Evo, në 100 euro, ju ma shop. Okej, lirë dhe bukur. Faleminderit që më këtu në intervistën e juve. Perfekt, vera sa po ka ardhur dhe ju keni publikuar një material të ri. Çfarë pritet, çfarë do ketë më pas? Jo, nuk e kena se kena publiku një material, po 3 ka publiku, që jena të e bo albumin. Edhe faleminderit për Zotit gjithë shka po e qmirë. Kështu që kena me publiku dhe 3 këngë tjera. Edhe jem shumë i lumtur që unë edhe Dogg jena të e bo një album për 10 vjetorin e karrierës tem edhe Dogg që jena bashkë. Si jetë vitën pas, sa më vitën. Që funksionojnë si grup. Vera! Edhe me tjerë të poqë. Koha e mirë, koha e bukur. Ne i fest familjare, po kemi nga Jo, këtu për këtë pjesë nuk kisha pos është jasë me klub. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë juve në shërbim. Na snimak e boblok. Jemi në Alba Festival me një tjetër shqiptare. Si po kalon? Mirë shumë, mirë, tepër mirë. Outfiti, kur ke gjetur, je vesh shumë. Ta i kom pas këtë shpe dhe vet i kom kombinuke. Ta kanë gustu? Kyqen, këtë bash. 200 euro. Këtë bash. Mirë, jo shtrenjë, po jo dhe lirë. Dashuri yt mas kamerave vura re që po ja thoshte me shenjë kameramanit që filmoje. Zakonisht të dashurit nga Shqipëria, te ne atje në Shqipëri, nuk duan që femrat e tyre të ekspozojnë kamera. Më pëlqen që i dashurit ishte shumë më europian. Së shumë, së ekstrem, po. Jeni martuar herë? Unë 20 i kom pas, burri i ka pas 30. Po që ka shtë jena njoftu në Zvicër me një klab, virinora. Nga ti e prova që dashurit, po. Më falë, kjo nuk di shumë mirë shqip. Jo, mirë deri tani. U njoftum në klab, po thot. Ti atë nga hajtë për të njoft në i lot, shka po për qef. Veç për ta ku ndalë me njoftu. A se kishe problem që e njohë gruan tënde në klab? As një tro. Qëva bukuria. Po e një rotulli në kamerë. Dhe i thash që çuna shqiptarë zakonisht nuk e kam problem ti tregojnë të dashurat e tyre në kamera, ndërsa ti dhe vetë. Ska gjëlezi, që faloqka. Super, bravo. Gota, si po kaloni sot? Mirë, shumë. A shera parë në Alba Festival? Para E herë. parë. Si po ju duket deri tani? Shumë mirë. Cili artist ju ka pëlqyer më shumë? Lumi,
muzike. Lero. Very up and down shit, bitch. Nuse, kosovare, shqiptare pra, apo Nuse ne kom kosovare, Shqipërijes. Pas ke marru po. Është era parë këtu në Alba Festival? Po era por, po. Si po kaloni? Me cilin Mirë, artist të super, kënaqet më super. shumë? Me Acetin vallai, Aceti e ka po shumë mirë. E ka. Edhe ledri vula dje e ka po shumë mirë. Super. A ke pirë ndo pak apo jeme nusa dhe duhet të rish kështu? Ka pak, veç ka pak. Ves ka pak. Po. A më mi apo tur të na top me stuqina. Ale të zëmën. Mozik, super performance njerë, shumë udhishme. E besoj. Tani, unë jam shumë kurios, më organizar ka qenë albumi i fundit nga ty para një viti, ndërsa flokët ka qenë kënga e fundit para 2 muaj. Se ka pas një shkëputje, gati një vit, e tha pa projekte të reja muzikore nga ana jote. Po besoj ulla 20 klipe, 20 kong, besoj kenë mjaftuar shumë. E ta shumë të pregatit diçka, me diçka që suj me të kallëzu ty. Do një album apo? Ku dihet, ndoshta më shumë. Po diçka më interesant, se... unë ngujta t'ja 2 rekordet vetë. Mozik, ke kënduar një këngë shumë emocionuese nga fundi performancës tënde. Po, për harët. Si është ajo, si është marrëdhënia juaj? Mirë, po rritet. Është rritur, Po rritet, ja. Se je fiks të qytetin ku ajo keni vit. Jo, s'është është Gjermani për Është momentin. Gjermani? Se të kishte qenë këtu e kisha marrë me vete. A i thot në një këshill ana babit për këngët, apo është ende e vogël? E vogël, ende e vogël. E ka kuptuar që i ka të dy prindrit e famshëm apo ende? Besoj po, tash ka fillu, po ende e vogël është. E kemi parë shumë në rrjetet sociale që duket sikur ka të deli me artistin. E ka ndonjë dëshirë nga ana juaj për të bërë? Jo, absolut jo. S'kisha pos qef. Se? Nuk e di, s'është që më pëlqen kjo rrugë për vojzën time. Ndërkohë me që jemi tek dashuria për Hanën. Jo, nga 1 në 10, sa dashuruar je tani? Po jam i dashuruar, Nga 1 në 10. s'ka më shumë. E kalon, no? E ka dënë. Mozik duket që të shkëlqejnë syt. 11. A je duke jetuar dashurinë më të madhe të jetës tënde? Deklarat e fortë. E fort. Do një nga këto këngët që po punon ato e dedikim për të? Ka gjithçka. Si gjithmonë. Me këtë artist shqiptar që nuk e bashkëpunuar deri më tani, do doje që të kishe një bashkëpunim. Ja bëjmë shoftezën publikisht. E kam si plan, kam dëshirë me bo një kong me Elita 5. Super. E kam si ta qujon ndër. Si do ishte kjo këngë mes një reperi dhe... I kam pos shumë qef kur kam qenë më i vogël. Ndërkohë ata kanë bo një karrierë të jashtëzakonshme që jemi rrinë me kongë tyre. Edhe menoj që i tarmën shumë ta për ka me bo një kongë me ta. I përshëndes nisëm shofin. Çfarë projekti ri do vi këto kohë, vera është e gjatë? E kam lënë muzikën. Kalon, shësi gënjen. Jo, po bëj çako. Ka me pos kongë. Po ka me qenë një projekt shumë ndryshe. Bashkëpunime? Jo. Si ndryshe, ka ndonjë rrymë e re? Jo rrymë e re, po ka me qenë një muzikë ndryshe. Po, me qëra fjallat e rryma, a mendon që hip-hopi së fundmi në Shqipëri sikur ka pasur një rënje dhe shumica po kërkojnë stile të reja, pak tallaba, pak komerciale për të kapë klikime. E ke bërë? Po mos tingëlloj shumë absurd, po në sëshje e për cilë shumë muzikën shqiptare. Dhe Gjon, Me tona. cili është artisti jote preferuar, në qoftë se të qesh shqip? Artisti jam i preferuar për momentin, kanë shumë, Lil Baby, Young Thug, Lil Dark. Mozik, unë jam kurioze si vajzë të pyes për diçka. Si e ndan muziku vete në forë? Se artistat besoj duhet të jenë të buruar. Dashuria, Si dashuruar. gjo tjetër. Asgjë. Kur dashurohesh ndryshon, po. Dashuria është gjithë. Pa pakese, po të shikuj ata. Njeriu i dashuruar s'ka